tempel në fakt unë më gjumi. Edhe kisha shumë turp sepse o mendoj jo jam në një vend shumë të shenjtë. Edhe si mund të isha unë kaq të nuk e di. Unë mendova që isha një njeri shumë e keq për të lejuar atë për të ndodhur. Um, edhe ndjeva turp, ndjeva keq. Por në temple pas sesionit, shpirti më erdhi në mendje edhe më thash, "Ok Hazel, të kam mësuar për durimin." Edhe mësimi nuk është që ti duhet të kesh më shumë durim, është që unë Zot, unë kam durim për ty. Edhe që ti duhet të kesh durim për veten tënde, sepse nuk je e përkryer. Edhe mund të përpiqesh shumë, por në fund të ditës do të gabosh shumë. Um, edhe gjithmonë Zoti, besoj se Zoti ka më shumë durim për ne se sa mendojmë se ai ka.